Dëgjuesia në paratë e Maqedonisë është kundërkushtetuese në përputhshmëri me ligjin nuk janë as uniformat e policisë dhe armatës në të dy gjuhët. Kështu tha sot lideri i LSDM-s Zoran Zaev, i cili kishte thirrur një konferencë për media ku shpalosi programin qeveritar. Ustavните експерти што ги консултираме Ekspertët kushtetues të cilët i konsultojmë mbajnë qëndrimin se denarët dhe monedhat përdoren në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe përdorimi eventual i ndonjë gjuhë tjetër në përpunimin e tyre është kundër kushtetutës për sa i përket përdorimit të gjuhës maqedonase, gjuhën të cilën e përdorin më shumë se 20% e popullatës së Maqedonisë. Ekspertët kushtetues të cilët gjithashtu i kemi konsultuar mbajnë qëndrimin se edhe çështja e uniformave që trajton kushtetuta, sidomos tek uniforma e policisë dhe ushtrisë, është parimi vetëm që do të thotë veshje standardizuar. Ndryshimi i uniformave nuk është në pajtim me kushtetutën. Zaev në lidhje me përdorimin e gjuhës shqipe premtoi asgjë më shumë se sa ajo që është e paraparë me kushtetutë. Është gënjeshtër se të gjithë qytetarët, të nxënësit dhe të punësuarit do e kenë të patjetërsueshme të mësojnë ndonjë gjuhë, shqip, turqisht ose cilën do gjuhë tjetër, ndërsa ata që nuk do e dinë do të paguajnë dënim. Kjo është gënjeshtër. Duke u referuar këtij programi qeverisës, Zaev kërkoi mbështetjen e partive shqiptare që të bindë presidentin Gjorgje Ivanov t'ia jap mandatin që më pas i njëjti të formojë qeverinë. Prezentiraјќи programa na vlada ovde. Namesto во собранието на Република Македонија. Sot duke prezantuar programin këtu në vend të kuvendit, dua që ta bind presidentin Ivanov që më nuk ka platforma, plane dhe programe partijake ose ngjashëm. Ka një program të vetëm të qeverisë së ardhshme. Ai ishte madje edhe një nga rezervat që i kishte Ivanovi gjatë fjalimit të tij përpara qytetarëve si një ndër arsyet sepse nuk e ka dhënë mandatin. Arsyeja e dytë ishte zgjedhjet të kryetarit të kuvendit, i cili ta njoftonte që të mundet të mbulohen 10 ditët në mënyrë kushtetuese, pavarësisht të se sa pajtohemi ne apo jo. Të dy arsyet do të mundohemi që t'i menjanojmë, të mundemi të presim Ivanov të jap mandatin që kryetari i kuvendit nëpërmjet dokumenteve do t'i deklarojë që të mundet ai ta plotësojë atë pritje, sipas tij dhe disa ekspertëve, të cilët kështu e kanë interpretuar. Ai tha se me vëmëro DPMN nuk mund të bëhet qeveri reformuese, duke premtuar se qeveria që pretendon të bëjë do të përqendrohet në zbardhjen e rastit të Kumanovës, rastit të Brodecit, Sopotit, Martin Nëshkosit e të tjerë. Prokuroria Publike Speciale do të ketë përkrahjen e plotë të qeverisë së ardhshme, tha Zaev. Në platformën e tij qëndron edhe krijimi i një degë speciale në gjykatën themelore Shkupi 1, që do të merret vetëm me rastet e Prokurorisë Publike Speciale. Ekonomi, shëndetësi, transparencë dhe ambient më të mirë janë pika tjera që përmendi kreu i LSDM-s Zoran Zaev. Ai tha se do të jetë kryeministri të gjithë qytetarëve, pavarësisht përkatësisë etnike, fetare apo partijake, ndërsa u bëri thirrje për qetësi protestuesve në rrugë. Ai nuk mohoi faktin se në vend të Trajko Veljanovskit mund të qëndrojë një shqiptar, por megjithatë tha se është herë që të bisedohet për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit. Pa и пред Груевски и пред сите соопштуваме програма на новата влада на Република Македонија.